Në buzë të botës sonë, ati ku arratja lëshojnë vendin pyllit, kurse pylli, legjendave të lashta, qëndronte një shtëpis me qati të pjerët dhe një dritare të ngrohtë. Në këtë shtëpis jetonte një djalosh dhe e quanin Moshoviçok. Ishte i qetë dhe i menduar, dhe lojërave të zhurmshme me bashkëmoshatarët u parapëlqente legjendat e lashta dhe mbrëmjet e gjata e të pangutura pranë xhakut që kërciste. Pyllin që afrohej deri në vetë pragun e tij, të gjithë në rrethin e quanin vendi i magjishëm. Dhe Moshoviçok jetonte në pragun mes të njohurës dhe të panjohurës. Njëra dritare e shtëpisë së tij shihte drejt kodrave të zakonshme, kurse tjetra drejt së gjelbrës pafund e joshse të pyllit magjik. Me të jetonte edhe gjyshja e tij e dytë, një grua shumë e moshuar dhe shumë e mençur, sytë e së cilës, si dukej, ende kujtonin ato kohë kur botët ishin më pranë njëra tjetrës, dhe pëshpëritja e pyllit i dëgjohej më qartë, dhe kur në vatër digjeshin edhe thëngjit e fundit të kuq, kurse grilat ishin të mbilura fort nga era e natës, gjyshja e dytë u lej më thellë në koltukun e saj të vjetër, dhe zëri i saj ndryshonte. Atëherë ajo tregonte atë histori të njëjtën që e kishte dëgjuar dikur nga gjyshja e saj, kurse ajo nga e vetja. Diku në vendin e magjishëm, thoshte ajo, në vetë rrëzën e ylberit, në bar flej një qelës i vockël prej ari. Askush nuk e di se cilën derë ai hap. Disa thonë derën në zemrën e botës, të tjerë që në vendin nga ku bien hijet. Por kushdo që e gjen këtë qelës dhe e gjen bravën e tij, patjetër do të mësoj një të fshehtë të madhe dhe do të arrijë ato që kërkonte. Dhe fjalët e saj ishin si shushurima e qetë e faqeve të një libri shumë të vjetër e të çmuar. Dhe Moshoviçok dëgjonte me frymë të mbajtur dhe përralla bëhej për të shumë më e vërtet se vetë muret dhe zjarri që kërcente mbi thëngji. Që nga ajo natë përralla pushoi së qeni për Moshoviçok thjesht një përrallë. Ai pushoi së vërini gjërat e zakonshme, fëmijët e fqinjve dhe rrëmujën e larmishme të ditëve të panajrit. Ajo lëshoi rrënjë në shpirtin e tij aq thellë sa bota reale u bë për të vetëm një hije e zbehtë e asaj botës tjetër, magjike. Me orë të tëra, rrinte ullur pranë dritares, duke shikuar në murin e errët të pyllit dhe duke u përpjekur të dallonte pas tij dritën e parë të vendit të magjishëm. Kurse pas çdo shiu, vraponte zbathur mbi barin e lagësht dhe gjatë kërkonte në qiell ylberin, duke shpresuar të shihte një ditë atë skaj të çmuar, ku në kërcelet e gjelbra fle qelësi i vockël prej ari. Kërkimi i këtij qelësi u bë ëndra e tij e qetë e e fshehtë, dhe askujt nuk i fliste për të, por gjithë jeta e tij tani ishte pritje e durueshme e një shenje. Dhe ja, njëherë, në një mbrëmje të ngrohtë vere, kur kishte pushuar një shi i mirë e i bollshëm dhe pikat ende dridheshin mbi gjethe, mbi pyll u ndez një ylber i ndritshëm e i dyfisht. Moshoviçok vrapoi jashtë, si gjithmonë, dhe filloi të shikonte. Dieli u zhduk ngadalë pas kodrave të largëta, qielli u bë i errët vjollc, njëra pas tjetrës dolën yjet e parë, kurse ylberi nuk shuhej. Përkundrazi, ai ndizej gjithnjë më ndritshëm në errësirën që po vinte. Dhe ja, tashmë digjej me një dritë të kulluar e të gjallë, si një urë e hedhur mbi pyllin e natës. Ky ishte një ylber jo prej shiut të dielit,
por prej magjie të kulluar, dhe ai nuk ishte një shenjë qiellore, por një ftesë, nga e cila nuk mund të refuzosh. Zemra e djaloshit u ndal, e pastaj rrahu kumbueshëm. Ja ajo shenja e pritur. Dhe, pa i thënë askujt asnjë fjalë, pa u përshëndetur, ai doli ngadalë nga shtëpia dhe hyri në pëllin e natës, atje ku shkëlqente baza e Elberit. Kurse pikërisht në atë kohë, në po atë fshat, fillonte një histori tjetër, krejtësisht e ndryshme nga e para. Atje jetonte një vajzë me emrin Kudrjashka, e kcuanin kështu për shkak të nyjeve të përjetshme në flok, sepse nuk ishte kush t'ia krihte. Ajo nuk ishte as shtëpi, as nën, as baba. Flinte natën aty ku i binte rasti, herë në san, herë në strehan e portës së dikujt tjetër, kurse u shkehej me atë që i jepnin duart e mira ose që e gjente vetë. Njerëzit nuk e ofendonin, por as nuk e vinin në re. Ishte si një hije e qetë në vetë skajin e fshatit. Ve gjithçka në botë tremte, kurse më shumë se çdo gjë, zanat e pyllit, për të cilat tregoheshin tregime të frikshme pranë çdo vatre. Shtëpia e saj ishte gjithë bota, dhe pikrisht prandaj ajo nuk ishte shtëpi fare. Kurse zanat që jetonin në atë vend të magjishëm nuk ishin të liga. Ato ishin të prapa, si fëmijët e vegjël, dhe i donin të gjitha shakat e dëfrimet, dhe nuk dinin asgjë për frikrat e njerëzve. Dhe ja, njëherë, vonë natën, ato pan Kudrjashkën që flinte në një tokë kashte, dhe u morën vesh të tallnin pak me të. Ëndë nga drita e hënës dhe përshpëritjet e barit, një ëndër vegjim të çuditshëm dhe ngadalë e vendosën në kokën e saj me kaqurela. Vajzës së gjori ndrohej se pasaj, në përpilin e natës, vraponin 3 arinj të mdenj e me qime të dendura. Jo për ta ngrënë, por për të luajtur me të sa të ngopeshin. Vetëm se këto lojra nuk ishin në masën e zemrës së vogël. Arinjt shkelnin lulet, thyenin pemët, ulrima e tyre dukej një bubulim shurthuese. Dhe ajo që për zanat ishte një shaka e gëzuar, për zemrën e saj të friksuar u bë një makth ulërues, nga i cili duhej të ikje pa shikuar pas. Kudrjashka bëri një britm dhe u zgjua me një lëvizje të beftë. Zemra rrihte fort, në veshët e saj ende kumbonte ulrima e arinde. Ajo nuk e kuptoi se kjo ishte vetëm një ëndër. I dukej se kafshët me qime të dendura ende ishin pranë, frynin pas shpine, thyenin degët e kërkonin atë. U hodh me këmbët zbathur mbi tokën e ftohtë dhe u nis me vrap. Vraponte larg fshatit, pa shikuar pas. Diku, vetëm të fshihej, vetëm të mos e gjenin. Dhe pa para vetes murin e errët të pyllit, atë të magjepsurit që e tremte më shumë se çdo gjë në botë. Por frika nga arinjt doli më e fortë se frika nga magjia. Ajo hyri në hijen e pemëve dhe vrapoi pa shquar rrugën. Kudrjashka vraponte nga hija e frikës së saj dhe pa e ditur vetë, vraponte drejt në krahët e magjisë së vërtetë. Kurse pylli ndërkaq mbyllej rreth saj gjithnjë më dendur. Dhe ja, e raskapitur, Kudrjashka humbi rrugën dhe arriti në thellësinë më të errët, ku qëndronte një shelg i vjetër. Nuk ishte një shelg i thjeshtë, por dinak. Degët e tij të gjata e të lakueshme u lëkundën si duar kapse, e mbërthyen vajzën nga supet dhe filluan ngadalë e pa mëshirë ta tërhiqnin në një zgavër të thellë. Kudrjashka u blokua, u përpoq, por nuk mund të dilte.
dhe sa po deshi të qante me zë, kur nga ajri i errët u shfaq pa zë një krijese çuditshme. Trupin e kishte si dhe një peshku të gjatë, por të mbuluar jo me luspa, por me pend të buta në të gjitha ngjyrat e ylberit, kurse kokën si dhe një bufi të menqur, me sy të mdhenj e të mirë kuptueshëm, sikur nga bashkimi i ajrit dhe i ujit ishte lindur. Me shqepinën mpreth preu degjët kapse, çliroi kudriashkën dhe me kraj shtyu ngadalë drejt një shtegu të mezi dukshëm që dredhonte mes rënjve. Kurse Moshoviqok ndërkaq po hynte gjithnjë më thellë në pyll, atje ku shkëlqente baza e ylberit. Dhe ja, doli në një lëndin të qetë, në pjesën më të lashtë e të çmuar të pyllit. Ylberi mbështetej drejt në një shkëmb të madh, të mbuluar me myshk të thinjur, kurse në rrëzën e tij, mbi një jastëk me shku të smeralt, qëndronte ajo që ai po e kërkonte kaq gjatë. Një qelës i vockël prej ari të kulluar e të ngrothë. Nuk qëndronte aty thjesht, por sikur shkëlqente nga brënda dhe pulsonte dobët, mezi i dukshëm si një zemër e vogël e gjallë. Me nderim, mezi duke marrë frym, Moshoviqok e ngriti qelsin në pëllëmp dhe ai ja ngrohu dorën, si një reze dieli e zënë. Dhe filloi menjëherë të kërkonte vrimën e bravës, mbi shkëmb, në tokë, mes rënjve e gurve, po nuk gjeti asgjë. Kurse peshku i ajrit ndërkaq po e udhëhiqte kudriashkën gjithnjë më tej nëpër shtegun e fshehtë. Dhe ja, u hapën degët e bredhave dhe ato dolën në një lëndin të qetë. Mbi të qëndronte një shtëpizë e vogël prej trungjesh, aq e vjetër sa e tëra deri në vet pragun, ishte mbuluar me myshk të butë të gjelbër, kurse catia e saj shkëlqente me lulet e fushës. Dukej sikur as nuk ishte ndërtuar, por kishte mbirë vet nga toka e mirë, si një kërpudhe lashtë ose një kodër e pëgjumur. Nga ozhaku i hollë ngrihi drejt qelit një tymi ngadalt e i miraromshëm, sikur kishte frikë të shqetësonte gjumin shekullor të pyllit. Dera ishte pak e hapur, dhe prej saj derdej një vexullim i ngrothë i artë, kurse nga thelësia vinte një erë e ëmbël buke. Peshku i ajrit e shtyuli të vajzën me krah drejt pragut dhe pa zë u shkli në ajër. Këtu, sikurse përshpërisnin legjendat e lashta, jetonte gjyshja e lashtë, paranna e të gjitha përallave të vendit të magjishëm. Dera u hap ngadalë, dhe në krah të kudriashkës doli gjyshja. E lashtë ishte ajo si vetë bota, kurse sytë të kthjellët e të rinj, si mëngjesi pas shiut. Pa thënë asnjë fjalë, ajo e mori vajzën për dore dhe e çoi tek një pelg i vogël që shkëlqente pranë shtëpisë me të gjitha 7 ngjyrat e ylberit. Dhe e lau atë me atë ujë të gjallë, dhe ai lau jo vetëm pluhurin e rrugës, por edhe të gjitha frikrat e natës. Pastaj gjyshja e uli pranë vatrës së ngrohtë dhe filloi të krihte kaçurelat e ngatëruara me një krëhër magjik prej sedefi. Çdo dhëmbëz i tij ishte si gjishtrinjtë e nënës, jo thjesht i shturte nyjet, por nxirrte nga shpirti i saj të gjitha hidhrimet e lotët e dikurshëm. Dhe flokët u ulën mbi supe me valë të lmuara mëndafshi. Gjishja i dhuroi një fustan të thjeshtë me ngjyrën e gjelbërimit të pyllit, kurse më pas e shtriu mbi një shtrat të butë prej shqope vjolc, në një mbulesë tepër të lehtë prej pendësh kolibri. Kurse mbrëmjen tjetër, kur kudriashka rrinte e qetë pranë vatrës, në derën e shtëpizës dikush trokiti me kujdes. Në prag qëndronte Moshoviqok. Pa gjetur blavën, ai kishte shkuar drejt të vetmit dritëzës që ndizej në pilin e natës.
Ai e hapi pëllëmbën dhe në të shkëlqeu dobët qelësi prej ari. Gjyshja buzëqeshi në një mënyrë si kur e kishte pritur tër jetën dhe i afroi fëmijët njëri tek tjetri. Tani shkoni së bashku, tha ajo. Kërkoni bravën e këtij qelësi dhe vendin nga ku bien hijet e mrekullueshme. Kurse më pas shtoi me zë të ulët si një magji e lashtë, dhe nëse ndajeni në një vend, emrin e të cilit unë në asnjë mënyrë s'po mund ta kujtoj, mos u trembni dhe mos kërkoni njëri tjetrin. Thjesht ecni më tej, dhe doemos do të takoheni atje ku duhet. Kështu, djaloshi që gjeti Chelsin dhe vajza që gjeti vetveten kapën duart dhe kaluan pragun. I gjatë ishte rruga e tyre. Dhe ja, njëherë në agjim u hapën pemët e fundit dhe ata dolën në buzë të një lugjine të gjerë të pafund. Ajo ishte e mbushur me një dritë të butë të barabartë që nuk i ngjante as dritës së dielit, as dritës së hënës. Një dritë tjetër, jashtë toksore. Por më e çuditshmia, këtu nuk ishin shkëlqimi dhe as kodrat e largëta, por hijet. Nëpër barë, nëpër shpatet, nëpër ajrin e qetë, rrëshqitnin pa zë hijet, të bukura, jashtëzakonisht të qarta dhe të holësishme. I hidhnin ato qenie sende të padukshme e të paprekshme nga ndonjë vend më i lartë që rrinte pezull diku mbi këtë lugjin. Kjo ishte lugjina e hijeve të mrekullueshme, kufiri i botëve. Fëmijët kuptuan. Ata kishin hyrë në një botë të endur prej gjurmëve të një përsosmërie tjetër, ku mbi tokë rrëshqitnin jo hijet e sendeve, por vetë sendet ishin vetëm kopje të zbehta të këtyre hijeve të bukura e të gjalla. Fëmijët ngrinë, pa pasur fuqi t'i shkëputnin syt nga ky teatër pa zë. Mbi kokat e tyre ngadalë dhe lehth, lundroi hija e një kalit madh me krah, pa kalorës, me krifën që rrithte lirshëm e lehtë si re. Nëpër shpatin e largët, kaloi me shpejtësi hija e një kalorësi trim me parzmore të zhdritshme. Ai luftonte me hijen e një dragoj që frynte zjarr, dhe shkëndia pa zë fluturoni në të gjitha anët, kurse mburoja e tij shkëlqente si dieli i mesditës. Pranë vetë këmbëve të kudriashkës, u ngrit hija e hollë e një luleje të papar. Ajo mbiu, lulëzoi dhe u rrëzua si petale për një qast të vetëm. Kurse pak më tutje, rrotullohej hija e një vajze që kërqente, dhe lëvizjet e saj ishin plot me një hijeshi kaq të pajetuar toksore, sa Moshoviqok i ndalej fryma. Këto nuk ishin hije sendesh, por hije të vet ideve dhe ëndrave të çmuara. Dhe hija e bëms ishte po aq e bukur sa edhe vet bëma, kurse hija e luleje po aq aromtare sa edhe vet lulja. Kurse Moshoviqok dhe Kudriashka ma xhepsën aq shumë nga ky pamje e qetë, sa haruan edhe qelsin, edhe bravën, edhe shtëpizën e largët në mishk. U ulëm pra njëri tjetrit në shpatin e kodrës, kapën duart dhe filluan të shinin. Nuk ndjenin as uri, as etje, as lodhje, vetëm qetësi dhe çudi të ngadalt. Dhe nuk vinin re se si kalonte koha. Vitet në atë lugjin rridhnin si minutat të qeta, kurse minutat e ngrohta zgjateshin si vite të gjata. Koha këtu nuk ishte një lumë, por një liçen i qetë, dhe ata rrinin ulur në bregun e tij aq gjatë sa u rritën pa e vënë re. U bën një burr e një grua të gjatë e të hishëm. Vesa e thinjave preku flokët e tyre, kurse pranë syve dhe në cepat e buzëve u shtruan rrezet e holla të rrudave. Por në shpirtrat e tyre mbetën të njëjtët. Po ata fëmijë,
të magjepsur nga mlekulia pa zë. Dhe ja, njëherë u përkullën drejt një përroj pyjor për të marrë ujë të ftohtë dhe ngrinë. Jo një djalosh e një vajzë pan në pasqyrën rrjedhëse, por një plak të thinjur, me një rjet të hollë rrudhash pranë syve. Uji i ftohtë i përrojit, doli të ishte ai kovë me ujë akull që i nxori nga gjumi i ëmbël, por i pafrytshëm, i soditjes. Dhe ata e kuptuan atëherë sa shumë kohë kishte rrjedhur dhe sa pak ishin afruar tek qëllimi i çmuar. Në heshtje shkëmbyen syt dhe i bën me kokë njëri tjetrit. Mjaft. Duhet të shkohet mëtej. Të kërkohen jo hijet, por ai vendi i lartë prej ku ato bien. Dhe, duke u mbështetur në shkopinjt që morën aty pranë përrojit, u ngritën në heshtje dhe u nisën mëtej, në një rrugë që ishte ende përpara. U ngritën nga toka dhe u nisën mëtej. Dhe ja, në male, i kapi një mjegull dhe dendur e bardhë, e trash si qumësht i sapomjelur. Në këtë mjegull humbën njëri tjetrin. Kudriashka thëriste, kërkonte me prekje, por zëri i saj zhytej në heshtje, kurse duart prekën vetëm ajrin e ftohtë. Desi të qante dëshpëruar, por kujtoi fjalët e qeta të gjyshës. Mos u trembni dhe mos kërkoni njëri tjetrin, thjesht ecni mëtej. Dhe atëhere kuptoi, mjegulla që i ndau nuk është armik, por një kopshtar i mencur, që ka mbjell 2 lule në vazot të ndryshme, që secila të rritet sipas mënyrës së vet. Dhe në po atë qast, pranë saj u shfaq pa zë shoqëruesja e vjetër me krah dhe u udhëhoqi poshtë, drejt bregut të një deti pa anë. Kurse atje, mbi një gur të madh të lyer nga valët e mata, u lej një plak i thinjur, me mjekër të gjatë dhe me fytyrë të mencur kapiteni, që kishte parë të gjitha detet e botës. Plaku i detit shikoi në heshtje kudriashkën e plakur. Nuk pyeti për asgjë, vetëm me ëmbëlsi, si një baba i vërtet, e mori në krahët e tij të fortë. Hyri në valët e ngrohta e të mata dhe 3 herë zhyti ngadalë me kokë në ujin e kripur. Dhe me çdo zhytje, sikur tërhiqej një shkulm. Vala e parë lau thinjat nga flokët, e dyta rrudhat nga fytyra, kurse e treta i ktheu skuqjen në faqe. Deti që merr jetët këtë radhë dhuroi, dhe uji i kripur, duke larë nga ajo plurin e viteve të jetuara, i ktheu pastërtinë e paprekur të rinisë. Kur ai e vendosi në rër, në breg qëndronte tashmë jo një plak, por një vajzë e re, edhe më e bukur se më parë. Shko tek vëllai im i madh, tha ai po të pret. Dhe i tregoi rrugën në brëndësitë dhe kudriashka u nis në brendësi të tokës, ashtu siç i kishte treguar plaku i detit. Pas një rruge të gjatë apo të shkurtër, e çoi ustimit tek një shkëmb i lartë, dhe në atë shkëmb hape një hyrje e errët e freskët në një shpelë. Ajo zbriti në shkallët e lmuara prej guri dhe në zemër të shpelës pa atë tek i cili po shkonte. Plaku i tokës ishte ende më i ri se vëllai i tij i detit, një djallosh i bukur dhe i fortë në lulen e viteve, dhe sytë e tij shkëlqenin me një dritë të barabartë, të thellë e të qetë. Ai shikoi në heshtje kudriashkën, hodhi një hap drejt vetë mesit të shpelës dhe pas një përpjekje të dukshme me një dorë ngriti një gur të madh sa 3 përqafime. Nëntë u hap një pus pafund që frunte ftohtësi nga thellësia që të çonte në vetë zemrën e botës. Jo një shkallë i propozoi asaj, por një humner. Rruga jote shtrihet poshtë,
tha ai me zë të ulët. Hidhu poshtë pa frikë. Toka nuk do t'i bëj dëm asaj që e do. Dhe Kudriashka kujtoi fjalët e qeta të gjyshes. Ecni më tej. Nuk hezitoi as edhe një çast të vetëm, nuk u kthye prapa. Vetëm shtrëngoi fort syt dhe hyri në humnerën e errët. Por ajo nuk ra poshtë si një gur. Rënia e saj u bë ngadalt, e lëmuar dhe pa peshë, si një puplëz e lethë në një ditë vere pa erë. Dhe jo balta, e jo gurët e shurdhër kalonin përreth saj, por botë të tëra. Ajo pa shtresat e kristaleve të fjetura që ngjanin me qytete të ngrira të qeta nën kupola akulli. Pa lumejnën toksor që rridhnin në errësirë duke shkëlqyer me një zjarr blu të barabartë. Pa rrënjët e nyjzuara të pemës së botës që zjateshin në vetë pafundësinë e yjeve. Kjo nuk ishte një rënie, por një zhytje e qetë e meditative në vetë themelet e gjithësisë. Ajo binte përmes ëndrave të tokës dhe çdo shtresë guri ishte një faqe në librin e gjithësisë që ajo e kthente ngadalë dhe fluturimi i saj zjatej e zjatej. Kurse Moshoviçok, ende plak në vite, por i ri në shpirt, gjithashtu eqi gjatë i vetëm në përmale e fushgropa. Dhe ja, njëherë u hapën shkëmbinjt, dhe ai doli tek uji i madh, tek po ai det pa anë. Mbi të njëjtin gur u lej i njëjti plak i thinjur dhe shikonte valët e ngadalta. Moshoviçok ju afrua pa zhurmë dhe u ul pranë tij mbi gurin e ngrothë. Nuk kërkoi për asgjë, nuk bëri asnjë pyetje të vetme, por thjesht priti. Ai erdhi tek uji i madh jo me një pyetje, por me heshtje. Dhe deti e priti me të njëjtin shikim të heshtur, gjithëdijës të rojtarit të tij të përjetshëm. Dhe plaku u kthye, dhe shikoi jo në fytyrën e tij të rrudhur, por në pëllëmbën e tij të shtrënguar, në të cilën ende ngrohej një qelës i vogël prej ari. Plaku nuk e qoi Moshoviçokun tek uji, nuk i propozoi larje. Gjatë shikoi qelësin në pëllëmbën e tij e pastaj filloi të fliste me zë të ulët, pa i shqitur syt nga valët. Mban qelësin e derës së fundit, tha ai, por ende ke frikë prej saj. Mendon se pasaj. Është fundi, zbrazëtja, errësira. Heshti pak, duke parë si fryhej drejt bregut një val me shkum. Po a vdes vala kur thyhet në breg? Jo, ajo thjesht kthehet në oqean. Kështu edhe vdekja, nuk është fundi, por më shumë jetë. Nuk është dera e një burgu, por dera e një saloni të gjerë e të ndritshëm. Dhe këto fjalë të thjeshta e të mistershme depërtuan thellë, si rrënjë në zemrën e Moshoviçokut. Plaku nuk i ktheu rininë e trupit. Ai dhuroi pavdeksinë e shpirtit, duke e mësuar të shihte në fund jo një mur të shurdhër, por vetëm një horizont të ri. Dhe Moshoviçok e pranoi këtë dhuratë. Trupi i tij mbeti po aq plak, me mjekër të argjënt dhe me duar të thara, por frika doli nga shpirti i tij, ashtu si largohet nata nga dritarja e mëngjesit. Ai u ngrit nga gurii i ngrothë dhe shikoi atje, ku mbi horizontin e largët shkëlqente ylberi i tij përjetshëm. Dhe pa menduar më, hyri drejte në valën që po vinte. Por nuk u mbyt. Këmbët e tij nuk u zhytën në thellësi. Uji ende u bë i ngrothë, elastik dhe i sigurt, si një xham i lmuar i errët. Dhe oqeani, që trembi mbretërit dhe mbyti flotat, u shtrime për ulësin në këmbët e tij,
si një rrugë prej safilit të lëngshëm, sepse ai që e mundi frikën e vdekjes, bëhet zot i stuhive. Dhe Moshoviqok e cimbi det, i qetë, pa nxitim, drejt e tek baza e ylberit qiellor. Dhe ai arriti përmes detit në një ishull të vogël shkëmbor, që ngrihej i vetmuar në mes të ujrave. Nga vetë maja e tij rritej baza shkëlqyese e ylberit qiellor. Moshoviqok u ngjit në përgurët e lmuare të ngrohtë dhe u ul në heshtje në vetë buzën e dritës ngjyrë ylberi. Shikoi përreth, por këtu nuk ishte as derë, as vrim brave, as shkallë mëtej. Rruga, si dukej, ishte e mbyllur. Por Moshoviqok nuk nxitonte më dhe nuk dëshprohej. Ai e dinte që kishte bërë gjithçka që munte dhe e kuptoi tani më të vështirën. Atij i duhej të mos bënte asgjë. Thjesht të priste, derisa skaji tjetër i rrugës ta gjente vet atë. Dhe ai u ul mbi kurin e ngrohtë, u mbështet në shkëlqimin e ylberit si në një mur të vetin dhe filloi të priste i qetë, me besim. Dhe Kudriashka fluturoi poshtë pa frikë, përmes errësirës së ngrohtë të tokës. Rënia e saj doli e ngadalt dhe e lmuar, si një puplëz mbi ujë të qetë. Dhe ja, ajo zbriti në një salë të madhe nëntoksore. Atje nuk ishte as lambë, as vatër, as edhe një gjuhë të vetme zjarri, por gjithçka ishte e mbushur me një dritë të barabartë, të butë e të arta, që dilte nga vetë muret prej guri dhe nga dyshemete ngrohta. Në vetë zemrën e asaj sale gjeti atë tek i cili po shkonte, plakun e zjarit, më të madhin dhe më të fuqishmin nga tre vëlezrit. Dhe Kudriashka mbeti pa fjalë. Para saj nuk ulej një i urtë i thinjur, por një foshnjë. Një fëmijë i bukur dhe i qetë, me sy serioz, të lashtë, që kuptonin gjithçka, luante në heshtje në dysheme me një gjëmbal ari drite. Ajo kishte përshkuar rrugën nga pleqëria në rini, dhe në vetë fundin gjeti fillimin e gjithçkaje, urtësinë, që ishte aq e lashtë sa kishte mbërritur përsëri foshnjë, që luante pranë burimeve të krijimit. Foshnja nuk i kushtoi vëmendje as ardhjes së saj, as bukurisë së saj rinore. Ajo ishte e zhytur tërësisht në lojën e saj të qetë, të pafundme. U lej në dyshemen e ngrothë dhe ngadalë lëviste në pëllëmbët e vogla topa shumë ngjyrësh, të gjallë, që pulsonin butë prej drite të kulluar. Një top, blu dhe i thellë, ishte plot me muzikën e yjeve të largëta dhe me zhurmën e qetë të valve të natës. Një tjetër, i gjelbër, i vinte aroma e shiut të parë të pranverës dhe e barit të lagësht të sapokositur. I treti, ngjyre kuqe e ngjethë, përmblidhte në vetë vete gjithë guximin, gjithë dashurinë e gjithë dhimbjen e botës. Ai rrihte në mënyrë të rregulltë në pëllëmbën e tij, si një zemër e gjallë. Kudriashka qëndronte para tij me frymë të mbajtur dhe shikonte si fëmia lëvizte planetet e gjallë të kuptimeve dhe e kuptonte se gjithë historia e gjatë e botës ishte vetëm një lojë e qetë, drite e hijeje në pëllëmbët e foshnjës së përjetshme. Më në fund, foshnja ngriti sytë e saj serioz, të lashtë, i ndali te Kudriashka dhe i buzëqeshi me qetësi. Nuk i tha asnjë fjalë të vetme, vetëm zgjati një dorë të vogël të misht dhe i preku lehtë balin. Dhe në po atë qast, Kudriashkën e përshkoi një vetëtim drite pa dhimbje, e butë. Prekja e foshnjës fshiu kufith me saj dhe botës, dhe ajo dëgjoi korinë e madh të gjithçkaje që ekziston, në të cilin çdo atom këndonte notën e vet të qetë,
të paimitueshme. Ajo filloi të kuptonte se për çfarë këndonte drita e artë në mure, për çfarë përshpërisnin gurët e ngrohtë nën këmbë, çfarë historie të lashtë tregonte ngadalë ajri i kësaj sale. Bota pushoi së qeni për të një rrëmujse ndesh të shkëputura dhe u bë një tërësi e vetme që fliste. Dhe Kudriashka e kuptoi. Ajo kishte marrë dhuratën e saj të fundit dhe më të lartë. Dhe Kudriashka e kuptoi, rruga e saj në këto thellësi kishte mbaruar. Me mirënjohje u përkul në një përkulje të thellë para foshnjës së mencur, shtrëngoi pëllëmbën pas zemrës dhe nuk tha asgjë. Fjalët tani as që ishin më të nevojshme. Ajo u shtri në heshtje në dyshemen e ngrohtë e të ndritshme të salës, uli çepalat dhe me besim hapi pëllëmbët. Dhe vetë toka, si një nënë e dashur, e priti butë e me kujdes dhe filloi ngadalë ta shtynte lart. Kudriashka fluturoi sërish, por jo poshtë, por lart, përmes shtresave të ngrohta të tokës, drejt qiejlit dhe detit. Dhe toka, që e priti si mysafire, tani e kthente me kujdes në sipërfaqe, ashtu siç e kthen lumi në breg një gur të lëmuar nga deti. Dhe ja, toka e ngrohtë e nxori but Kudriashkën lart, drejt e mbi atë shkëmb pranë rrëzës së ylberit, ku me durim, pa lëvizur nga vendi, e priste Moshoviqoku. Ai u ngrit në krah të saj dhe u takuan shikimet e tyre. Ai e pa atë, sërish të re, të bukur, me valë të ndritshme flokësh mbi supe. Por në sytë e saj, që kishin kuptuar gjuhën e gjithë çkaje që ekziston, shkëlqente tani urtësia e shekujve. Kurse ajo e pa atë, ende të vjetër në trup, me mjekër të argjënt dhe me një rjet të rudhash, por në sytë e tij nuk ishte më as frikë, as ankth, vetëm qetësi të thellë të shpirtit, që kishte mundur vetë vdekjen. Gjatë shikuan njëri tjetrin dhe pa asnjë fjalë të vetme e kuptuan. Në për rrugë të ndryshme kishin ecur, por kishin mbërritur tek i njëjti qëllim i çmuar. Kështu u takuan në rinia që kishte fituar urtësinë e shekujve dhe pleqëria që kishte fituar jetën e përjetshme. Dhe, sërish duke kapur duart, ato u bën një tërësi e vetme, në të cilën nuk ishte më as kohë, as frikë. Dhe ja, duke u mbajtur për duarsh, ata u ngjitën nëpër parvazet e lëmuara prej guri, tek vetë baza e urës ngjyrë ylberi. Moshoviqoku ndal para atij shkëmbi të barabartë, pranë të cilit ai kishte qëndruar në pritje të gjatë kaq orë. Më parë, mbi të nuk ishte as edhe një qarje të vetme, as një të qarë, vetëm një gur i ngrohtë i lyer nga valët. Por tani, kur pranë tij qëndronte Kudriashka, ai pa atë që kishte kërkuar gjithë jetën e tij të gjatë. Drejte në shkëmb, në rrëzën e ylberit shkëlqyes, doli një vrime vogël brave, mezi e dukshme. Pik për pik, sipas formës së qelësit të tij prej ari. Ajo nuk ishte qenë e fshehur prej tij më parë, vetëm priste orën e saj. Dhe nuk ishte e nevojshme ta kërkonte. Ajo ju shfaq vetë atyre, kur qelësi dhe ai që duhej të hynte, më në fund u gjetën pranë. Zemra e Moshoviqokut u drodh, si një zogë në pëllëmb. Ai nxori nga palate robës qelësin e ngrohtë prej ari, atë të njëjtin që e kishte mbartur përmes gjithë jetës së tij të gjatë. Me nderim, mezi duke marrë frymë, e futi në vrimën e mezit dukshme. Dhe qelësi hyri si i derdhur, pa asnjë përpjekje, sikur kishte qenë gjithmonë aty. Moshoviqok e ktheu, dhe nuk u dëgjua as kërcitje, as rrëshqitje. Në vend të tyre, nëpër ajër u shpërnda një muzikë e qetë,
e butë, kristale, sikur këndoi vetë ylberi me një zëra argjendi. Dhe muri prej guri para tyre, u zhvendos pa zhurmë në një anë. Kurse pas tij, u hap një kalim, shkallë shkëlqyese prej drite, të kulluar të gjallë shkonin lart, drejte në zemër të urës ngjyrë ylberi. Dhe qelci, që për kaq kohë kishte qenë vetëm një pyetje, më në fund u bë një përgjigje, duke hapur jo një derë prej guri, por vetë kufilin mes botëve. Kudriashka e para hyri mbi shkallën shkëlqyese, e lehtë, pa zhurmë, si vetë drita. Dhe pasaj hyri Moshoviqok, një plak me mjegër të argjend dhe me supe të lodhura, ashtu siç ishte. Dhe në po atë qast, rrjedha ngjyrë ylberi e lau atë nga koka deri te këmbët, dhe ylberi u bë për të një mjek mjeshtër. Ajo lau prej tij jo vetëm vitet e jetuara, por edhe gjithë lodhjen e rrugës së gjatë, duke lënë vetëm arinë e kulluar të rinisë dhe të urtësisë së fituar. Ngadalë u largua thinja nga flokët e tij, u zbute në rrudhat, u drejtua shpina e kërrusur. Dhe mbi shkallë qëndronte tashmë jo një plak, por një djalosh, i hijshëm dhe i ndritshëm, i barabartë me shoqen e tij. Por në sytë e tij digjej tani jo ndërimi i dikushëm i djaloshit, por urtësia e qetë e atij që kishte ecur mbi det dhe kishte hedhur syt pas derës së fundit. Të rinj dhe të ndritshëm, dorë për dore, Moshoviqoku dhe Kudriashka u ngjitën nëpër shkallët e gjalla brenda ylberit. Dhe ata dolën në një salë të madhe e të heshtur. Kjo salë nuk ishte as mure prej guri, as tavan, kurse kupola e saj mbahej mbi 7 kolona të mëdha, paksa të dridhura prej drite të gjallë që këndonte. Secila prej tyre ishte një nga ngjyrat e ylberit, e kuqe, portokalli, e artë, e gjelbër, qilli, blu dhe e qeta vjolcë. Dhe secila këndonte notën e vet të veçantë në korinë e përbashkët. Drita e tyre nuk verbonte syt, por mbështilte me ngrohtësi, dhe gjithë ajri ishte plot me një harmoni mezi të dëgjueshme. Ata qëndronin në një tempull të ndërtuar prej muzike e drite të kulluar, dhe kolonat e tij nuk ishin prej guri, por prej vetë thelbit të ngjyrës, duke mbajtur kupolën e padukshme të qejve. Në heshtje, dorë për dore, ata kaluan mes kolonave që këndonin, dhe mbi sipërfaqen e lmuar të vjolcës, më të thellës nga të shtatat, panë reflektimet që dridheshin të gjithë çkaje që kishte qenë. Panë si Kudriashka fluturonte përmes errësirës së ngrohtë të tokës. Panë si Moshoviqok eci pa frikë mbi detin e madh. Dhe ata panë edhe një të fshehtë. Ndarja e tyre në mjegullën e maleve kishte zgjatur 7 vite të gjata, 7 vite veçmas, në për rrugë të ndryshme. Por në këtë tempull, ku nuk ishte kohë, këto 7 vite nuk ishin më të gjata se një rrahje e qetë e zemrës. Dhe ata e kuptuan të dy, se ndarja e tyre kishte qenë vetëm një dukje. Rrugët e tyre që dukeshin kaq të ndryshme, në të vërtet kishin qenë vetëm 2 fije, që në fund u thurën në një model të bukur. Kurse në vetë fundin e tempullit ngjyrë ylberi, pas kolonave që këndonin, ata panë derën e fundit. Ajo nuk ishte prej druri ose prej hekuri të farkëtuar. Ajo ishte thjesht një hapësirë e barabartë, shkëlqyese, prej së cilës rrithte një dritë e butë, qumështore bardhë, joshëse. Dera nuk ishte e mbëllur, por pranë saj, drejte në shtyllën që shkëlqente, vezullonte një vrim brave e vogël, mezi e dukshme.
pik për pik e njëjtë me atë të rëza e ylberit. Dhe ata e kuptuan përse ishte i nevojshëm qelësi prej ari, jo për të hapur, por për të vërtetuar të drejtën e tyre për të kaluar këtë prag. Kjo derë nuk ishte kanate, dhe brava e saj nuk hapte një penges, por vetëm vulosej e drejta e atij që hynte për të bërë hapin e fundit më të guximshëm, nga bota e hijeve në botën e dritës së kuluar. Me një buzëqeshje të qetë, Moshoviqok për të fundit herë futi qelësinë e tij prej ari në vrimën që shkëlqente. Sapo e ktheu, dhe qelësi pa zë u shkri në rrjedhën e dritës, si një copë akulli në një pëllëmb të ngrohtë. Dhe hapësira shkëlqyese u ndez më ndritshëm, kurse atje, pasaj, nuk ishte as një dhomë, as një kështjel, as një sale pasur froni. Para tyre u hap një hapësire pa fund, e mbushur me një dritë të barabartë të artë. Ai vendi i vetëm, prej ku bien hijet e mrekullueshme, vendi i bukurisë së përjetshme, që nuk ka as fund, as emër. Ata shikuan njëri tjetrin dhe shtrënguan më fort duart. Dhe kaluan pragun, jo në një pikë të fundit, por në fitlim të një rruge të re, të pafundme. Dhe poralla e tyre, që sapo kishte mbaruar, atë çast filloi sërish, por tashmë në një botë ku tregimet nuk kanë fund.